Linja e korridore 10 që lidh Kosovën me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut është larg finalizimit. Ky projekt tashmë do të duhet të ishte kryer para 6 vjetëve, ndërsa tash parashihet të jetësohet më 2027, ndërsa me kohë rrit edhe kostoja. Megjithatë, zyra kombëtare e auditimit evidentoi se deri në fundin e vitit të kaluar, për projektin e rehabilitimit janë ekzekutuar vetëm 92 milion, nga 250 milion euro sa duhet në total. Ky projekt është financuar nga huamarrje dhe grante, ku gjatë viteve 2015-2024 për projektin e fjalë janë paguar 92.3 milion euro, apo 37% nga 250 milion euro. Vlerë kjo e caktuar me marrëveshjen e përditësuar dhe nënshkruar në dhjetor të 2023-s. Kosto shtesë dhe provizionale të shkaktuara janë 30 milion euro. 28 milion euro janë prej ndryshimeve nga kontrata bazë dhe pjesa tjetër janë kosto tjera të ndërlidhura me projektin. Sipas ZKA-s, krejt këto vonesa janë pasojë e neglizhencës së institucioneve. Ndërmarrja tren kost që edhe në vitin 2024 regjistroi humbje, ja pa sherin mbylljes së Ekurudhës për në hanë të Elezit. Si ndërmarrje tash kemi humb, përveç se kemi humbje edhe financiare, si për llogaritjet tona deri në fund vitit 2024, llogaritën diku afër 8.9 milion euro. Gjatë periudhës 2022-2023 pati progres në shpenzime. Faza e parë e projektit u realizua për 60%, kurse e dyta mbi 30%, ndërsa puna në fazën e tretë të projektit nuk ka filluar akoma.